lì da loro la massima attenzione per qualche minuto. Ancora una volta vi ringrazio di aver scelto Ryanair. Në këtë video do t'ju çoj në një nga qytetet më të vjetra në botë. Është ora 8 e mëngjesit, jemi gati për të nisur drejt barit të Italisë. Grazie. Ky mund të jetë edhe fluturimi më i shkurtër që kam bërë ndonjëherë. Unë nisëm në orën 8:05 dhe tani do zbresim. Ora është 8:15. Zbritëm në Bari dhe morëm autobusin pasi trenat ishin pushim atë ditë. Bileta nga aeroporti deri në stacionin e autobusëve kushtonte 5 euro për person, ndërsa fëmijët falas. Jemi tek terminali i autobusave në Bari dhe po presim Satën që të ikim në Matera në orën 1 vjen Sata. Ndryshe nga të gjitha herët e tjera, në kësaj radhe unë nisëm pa rezervime, e vendosëm momentin e fundit për të ardhur këtu në Itali, edhe biletën e avionit e prem 4-5 ditë përpara, edhe vendet ku do rrim, pra apartamentet i kemi rezervuar 2-3 ditë përpara. Bileta e avionit na kushtoi 210 euro vajtja ardhje me çanta shpine për 3 persona. Ndërsa në momentin që zbritëm në aeroportin e Barit, tentova të marr një makinë me qira realisht, dhe në 4 apo 5 agjencitë që ofrojnë makina me qira nuk kishte, e habitshme se si në ditën e parë të marsit, jo në kulmin e sezonit, pra jashtë sezonit, nuk kishin makina për të dhënë me qira. Ishte vetëm një kompani e cila kishte të lirë një Opel Corsa me motor 1000 benzine, dhe për ato Opelin më kërkoi 100 euro dita dhe një depozit për prej 900 eurosh. Në fakt mu duk pak shumë dhe vendosa ta lë fare dhe të shoh mos gjej ndonjë makinë tjetër në ditët në vijim. Pra sot do ikim drejt Materas me autobus. Udhëtimi zgjati rreth 2 orë edhe pse ishin vetëm 56 kilometra dhe bileta kushtoi 6.5 euro për person. Në fund, ja ku jemi në një nga qytetet më të veçanta dhe më të lashta në jug të Italisë, i njohur për peizazhin e tij unik me shtëpi të gdhendura në shkëmb. Qyteti është i famshëm për zonën historike të quajtur Sassi di Matera, ku banesat, kishat dhe rrugicat janë të ndërtuara brenda shkëmbimeve të butë gërqëror. Kjo pjesë e qytetit duket si një labirint i madh gurësh dhe shpellash që krijon një atmosferë shumë të veçantë historike. Matera konsiderohet një nga vendbanimet më të vjetra të banuara vazhdimisht në botë, me histori që daton me mijëra vite më parë. Për shkak të rëndësisë së saj kulturore dhe historike, Sassi di Matera është shpallur pjesë e trashëgimisë botërore nga UNESCO. Qyteti ka rrugë të ngushta me gur, shkallë të shumta dhe pamje panoramike mbi luginën përreth. Madje, edhe për ta gjetur shtëpinë që kishim rezervuar, vuajtëm pak sepse ishte i vetmi vend ku GPS-i nuk të hynë në punë. Kjo është edhe shtëpia që kemi ne. E gjetëm Vangel! Ja ku është dhe apartamentit, ju a tregoj nga brenda. Ndej lartë do t'jetë dëm gjumi. Me siguri do t'i kenë lënë taksat, ata që kanë qenë përpara nesh. Kjo është një dëm gjumi. Është një dritare. Shkojnë shojnë që ka këtu lartë. Një tjetër dhëm gjumi këtu. Këtu është tualet. Ndërsa këtej duhet ketë në i balkon. Kjo është pamja.
Dhe gjithë kjo shtëpia këtu ishte 200 euro për 2 net qëndrimi. Ja dhe një maqok. Hajde. Ti fol italisht? Tani do ikim tam se po na bie fikët për të ngrënë. Na iku gjithë dita rrugëve të Barit. Zona ku qëndruam ne ishte në zemër të Materas, në lagjen Sasi pra, dhe ndaluam në restorantin e parë që na doli përpara. Të mbyllur nuk shërbenin, se në fakt ora është 4:01 pas ditës dhe ne jemi mësuar në Shqipëri ose në vende tjera turistike ku kudo që shkon mund të konsumosh ushqim në çdo orë që ti mund të shkosh. Kurse këte e kanë me orare, mëngjesi hahet në mëngjes, dreka në drek dhe darka në dark. Normalisht do përshtatesh. Më duket se e gjetëm e treta e vërteta. Restoranti në fakt është i vogël, po i bukur, i lezetshëm dhe ona shef çuditshëm kamarierja pse erdhëm që të drekojmë ose të darkojmë edhe pse është ora 4:30 në këtë orë dhe për çdo porosi që i japim shef që janë këta njerëz nga kanë ardhur. Kur të mbaroj do i them kur të vish vizitosh Shqipërinë, nëse do vish mund të hash kur të duash, ku të duash, çfarë të duash dhe si të duash. Kështu që bukë e kripe zemër të bardhi themi ne. 2 lasagna dhe një pjatë makarona që këta i quajnë orecchiette kushtuan 58 euro, shoqëruar me një shishe uji. Dhe tani pas dreke, pas darke e quajani si doni, është momenti që të eksplorojmë qytetin, një ndër 3 qytetet më antike në botë, Matera. Destinacioni i parë që do të vizitojmë është vetëm 3 hapa larg shtëpisë. Palombaro Lungo është një nga monumentet më të veçanta dhe më mbreslëndse në qytet. Një rezervuar i madh nëntoksor i ujit që ndodhet poshtë sheshit kryesor të qytetit, që u ndërtua rreth shekullit të 16 për të mbledhur dhe ruajtur ujin e shiut, duke qenë shumë i rëndësishëm për furnizimin me ujë të banorëve të Materas në të kaluarën. Duken si ato tunelet e Xhaxhit Enver ose si ato tunelet tek kalaja e Gjirokastrës. Kështu në pamje me sy të lirë duket më bukur se sa në video, besoj. Kjo cistern gjigande është e gdhendur në një shkëmb dhe ka një strukturë të ndërlikuar me mure dhe shtylla që mbajnë tavanin. Brenda tij mund të ruheshin mijëra metra kub ujë, duke e bërë atë një nga rezervuarët nëntoksor më të mëdhenj në Evropë. Sot Palombaro Lungo është i hapur për vizitorët dhe konsiderohet si një nga atraksionet më interesante të qytetit. Ne zbritëm brenda tij dhe pam nga afër arkitekturën e jashtëzakonshme të këtij sistemi të lashtë të menaxhimit të ujit. Atmosfera brenda është e errët dhe misterioze, me reflektime të ujit që krijojnë një pamje shumë të veçantë. Matera duket një qytet i qetë, qytet i pastër, qytet i populluar kryesisht nga vendat, sepse nuk ka shumë të huaj siç kemi parë në Rom, dhe ndryshe nga Bari duket më i qetë dhe më i pastër. Ndoshta në Bari ne pam pjesën jo turistike të qytetit, por në mbetet për ditën tjetër për ta parë Barin nga afër. Matera në mbrëmje shndrohet në një pamje magjike. Drita e qytetit ndidhen njëra pas tjetrës mbi shtëpitë prej zona historike e Sasi dhe Matera, duket si një mozaik i art që ndriçon vesh, duke krijuar një atmosferë shumë romantike dhe misterioze. Rrugët e rrëngushta në Valdrëm mbushen me dritë të kuq që reflekton biznet e vjetra të shkëmbërit. Është
shtëpia e vënë me panoramën e një rreth për pamjen edhe në vend që mund kalohet vetëm në shishe me. Mëngjesi nuk na zgjoi nga këmbanat e kishës, pasi ishim aq të lodhur, aq sa nuk i dëgjuam. Mirëmëngjes në ditën e dytë dhe sot koha që ka pak gri. Dhe tani është momenti të takojmë një shpellar. Se bëj shaka, do vizitojmë shpellat ku dikur njerëzit kanë jetuar për mijëra vite, ndërsa sot janë kthyer në dyqane dhe biznese. Gugu! Ciao, buongiorno. Buongiorno. Io sono Ilir, vengo da Albania. Oh, shqiptar. Shqiptar. Grazie. Lei? Io sono Andrea. Andrea, e piacere. Mi occupo proprio di spiegare come vivevano nelle grotte e perché non si può più vivere nelle grotte. Ma perché non si può più vivere? Perché l'umidità ammazzava i bambini al 40% prima dei 5 anni. E non c'erano all'epoca però le medicine, la penicillina, l'antibiotico, c'era la selezione naturale. Stiamo Stava parlando per degli anni 50. 50. Sì, fino agli anni 50-60 vivevano ancora in queste grotte. Vedo anche il letto, no? Sì, erano in tanti. Erano intorno al letto, c'erano almeno 5 o 6 bambini a dormire. A dormire. Più qualcuno, i più piccoli si appendevano nell'amaca, no? E funzionava così. Le famiglie medie andavano da 8 a 10 figli. Vedo che abbiamo un asino o un... È un mulo. È un mulo? Il mulo è molto più forte dell'asino, è una Jeep 4x4 dei sassi. 4x4? Sì, perché quei gradini fuori sono a passo di mulo, non sono per le persone. Sì. Ogni gradino è largo perché deve tornare in equilibrio con le 4 zampe e il carico che porta non deve mai cadere. Bello. E avevi diritto anche al parcheggio traino giù nella piazzetta, capito? Sì. Perché vivere nei sassi e avere un mulo è l'equivalente di un Mercedes. E questo cos'è, Andrea? Ogni grotta aveva la sua cisterna per l'acqua piovana. È molto grande giù, le stanze sono 4x4 e si riempivano di acqua. La pietra calcarea faceva da filtro e si poteva bere l'acqua dopo il filtraggio d'estate, d'inverno, quando fa molto freddo, molto caldo, qui è sempre la stessa temperatura e le cose che metti da mangiare rimangono bene, come un frigorifero naturale. Per quanto riguarda la umidità è uguale E l'umidità oggi abbiamo la circolazione dell'aria, mentre prima non esisteva. Non esisteva. Infatti con la circolazione dell'aria non si sente neanche più l'umidità. Tani do të vizitojmë një tjetër pikë turistike. Parco del Castello është një park i qetë dhe i gjelbër në qytetin e Materas, i vendosur pranë zonës së vjetër historike dhe ofron hapësira për shëtitje, pushim dhe pamje të bukur të qytetit, duke qenë një vend i preferuar për banorët dhe turistët që duan të shplodhen në natyrë. Aty ndodhej edhe një kështjell e vogël, por nuk ishte e hapur. Është mbyllur Matej? Po. Se shive, është e keqër kjo, edhe se hapet pak. Po ikim nga Kalaja dhe do t'ju tregoj Duomon e Materës. Në fakt, shumë atraksione turistike nuk ishin të hapura dhe kjo na kurseu ca lek dhe nuk u futëm brenda. Kjo është edhe kisha kryesore në Matera, e ndërtuar rreth viteve 1200-1300, pra 1221-1270, dhe është ndërtuar në pikën më të lartë të qytetit të vjetër, të lagjes
Sassi në Matera. Ciao, buongiorno. Sì. 2 adulti e il bambino. Shumë e sjellshme zonja, 3 euro e gjysmë për person ishte hyrja këtu, për fëmijët ishte falas. Na sugjeroi që të shikonim edhe 2 kisha tjera, por shpresojmë që të na dalë koha. Katedralja e Materas u ndërtua në shekullin e 13 mbi rënojat e një kishe më të vjetër të quajtur San Eustachio, e cila u shkatërrua gjatë një revolte në vitin 1213 dhe më pas në të njëjtin vend filloi ndërtimi i katedrales së re. Sot katedralja është një nga monumentet më të rëndësishme fetare dhe historike në Matera dhe ndodhet në pikën më të lartë të qytetit. Pas vizitës në kish, Iram Vërdall dhe rrugicat na gjarpëruan tek kjo pamje e shpatit të malit, që është ndër më të veçantat në botë. Këtu, dikur jetonin njerëz të cilët vit pas viti dhe shekuj pas shekujsh zbritën nga mali dhe ndërtuan qytetin. Në fakt, kur zgjodhëm të vim të vizitojmë Materën, gjëja e parë që menduam ishte se çfarë do bëjmë ne për 2 ditë Matera, por realisht pas ka shumë gjëra për të parë. Drekën sot do të ham përballë shpellave se aty na zuri vakti pasi nuk duam të rrezikojmë sepse, siç ju thash, edhe më parë, këtu restorantet janë me orar. Porositëm nga një picë që në Itali i thon pinza, një shishe ujë dhe unë piva 2 bira me pamje nga shpellat. Këto pincat edhe në Shqipëri, në Tiranë për shembull, tek rreth zonës stadiumit Air Albania, kushtojnë diku ke 9-10-12 euro ose 1100 lek, 1200 lek. Kjo për shembull kushtoi 11 euro, ajo me diavola 12 euro dhe ajo e Mateit kushtoi 7 euro. Kështu që çmimet janë relativisht të arsyeshme. Një birë ishte diku ke 3 euro i gjysëm, një gotë verë diku ke 3 euro, 4 euro, kështu që na bëft mirë. Dhe të gjitha këto kushtuan 55 euro. Dhe tani filloni qik, i mori lekët mrapsh. Ndërsa kjo është kisha Santa Maria de Idris. Nuk patë mundësi ta shohim nga brenda, por duket shumë e bukur. Mbrëmjen e mbyllëm nga një aperol dhe një lëng që kushtuan 20 euro, si gjithmonë më lirë se tek ne. Kjo është edhe mbrëmja e fundit këtu në Matera, pasi nesër do t'ikim në Bari. Përpara se të largohemi, po ikim të përshëndesim një mik që e bëm këto ditë pra këtu. Miku i shtëpisë. Nga Matera në Bari do të udhëtojmë me transport publik. Duke pritur autobusin, disa zonja shqiptare na thanë që na leverdis më mirë të marrim trenin, jo për çmimin se ishte thuajse i njëjtë 6.5 euro për person, por rrugtimi është më i shkurtër, rreth 45 minuta. Kemi zbritur tek stacioni i trenit, sepse na thanë që autobusi nuk vjen sot. Dhe do marrim trenin. U thoj, është rëndësika që të shkojmë. Apartamenti ishte modest, kushtonte 70 euro me i gjithë taksa, por ishte në zonën e portit, jo një zonë turistike. Shumica e shërbimeve ishin të mbyllura dhe u detyruam të shkojmë në qendër të Barit. Aty konsumuam edhe drekën dhe sot ja bëm qejfin djalit, shkuam në McDonald's. Por nuk po i vendos pamjet e videos me qëllim që fëmijët tuaj të mos ju kërkojnë ushqime të tilla. Sigurisht që është pak e vështirë që t'ia ndalojmë fëmijëve tan, por ndonjëherë duhet t'ia shuajmë kureshtjen. S'kemi ç'bëjmë. Më pas nga një kafe për shplodhje dhe një xhiro në Bari. Kemi ardhur tu tek Via Sparano në Bari. Është një nga rrugët pedonalet ku ka shumë dyqane marka.
Dhe doja t'ju thoja që Bari që nga një qytet shumë i madh dhe shumë i rrëmujshëm. Pishman që ndenjëm sonte në këtë qytet, por e harruam sapo zbardhi dita e fundit në Itali. Sot udhëtojmë në një tjetër qytet turistik. Morëm trenin për në Polignano a Mare dhe pas 30 minutash e gjetëm veten në një nga plazhet më të njohura të jugut të Italisë. Këtu në ver bëhet nami me njerëz. Allora, il bambino no, non paga. 30 euro sono troppo. 15 euro kushtonte për person, një xhiro me atë dum-dumin, triciklin, pjaxhon pra. Dhe gjatë verës ta paguan tha edhe 45 euro tha për person tha, edhe fëmia paguan. Jo re i thash. Dhe i lash të rinte aty se nuk e mora sigurisht. Këtu ka lindur edhe këngëtari i famshëm Modugno që ka kënduar këngën Nel blu dipinto di blu. Polignano a Mare është një qytet shumë piktoresk, i vendosur mbi shkëmbinj të lartë që bien drejt në detin Adriatik. Qyteti është i njohur për pamjet e tij spektakolare, me shtëpi të bardha që qëndrojnë mbi shkëmbinj dhe shikojnë nga deti i kaltër. Në qendër të tij ndodhet edhe ky plazhi më i famshëm, një gjë i vogël me ujë të kristalt i rrethuar nga shkëmbinj të lartë. Rrugicat e qytetit të vjetër janë të ngushta dhe plot restorante, kafene dhe balkone me pamje nga deti. Atmosfera është shumë romantike dhe e qetë. Në mbrëmje sigurisht që këtu do t'jetë prallë, por ne na mbetet ta imagjinojmë pasi do të kthehemi në Shqipëri. Edhe këtu çmimet ishin të arsyeshme. Dhe një kafe këtu kushtonte 1.3 euro. Dhe të sillnin dhe një pikë ujë me lag gurmazin, to gozat e vogla plastikës, si një Gjirokastër. Po çon si ka. Mendoj se bëm gjën më të mirë që erdhëm këtu në Polignano al Mare, sepse është vërtet bukur dhe nuk qëndruam në Bari se çdo bënim. Dhe ky është një nga plazhet më të njohura këtu në Polignano a Mare, plazhi më i famshëm pra. Menduam që lekët që na mbeten pa i shpenzuar t'i shpenzojmë për një drek peshku, por peshku ishte ende në det dhe tigani në zjarr. Nuk kishin kapur gjë dhe na dhanë makarona. Një brusket, një sallatë me mish pule, mikser, edhe grazie, edhe një linguine, një spaghetti me domate, me salcë domatesh, pomodoro, i thon këta. Një shishe ujë dhe 2 gota verë, 73 euro. Ja ku jemi përsëri në Bari, po shkojmë të marrim trenin për në aeroport. Na kanë rënë baterit, edhe kameras po i bie bateria, kështu që edhe kësaj videoje po i vjen fundi dhe ju lë takim të enjten e ardhshme. Dhe mos harroni të bëni subscribe. Një subscribe nga ju nuk kushton asgjë, kurse për mua është një motivim shumë i madh për të sjellë content dhe video të tjera në javët që vijnë. Shihemi.